Dhe meqense e nisëm me filmat, te filmat në ngelemi, do të flasim për 5 filma sugjerim. Do t'i përmendim si emra dhe pastaj pak më gjatë për secilin. E nisim me The 400 Blows i vitit 1959. The Sopranos, seriali vitit 1999 i transmetuar deri në 2007. Rectify, sërish serial 2013-2016. Vijoj më tej tek sugjerimi i radhës, Force Majeure i vitit 2014. Mirë, dhe i fundit After Sun i vitit 2022. Flasim pak më gjatë, tani sun? Po, nisem me të parë. Okej. The 400 Blows, vitit 1959, me regji të François Truffaut. Ky klasik francez është një pikë kthese në historinë e kinemas dhe vepra më e famshme e asaj që quhet vala e re e filmave francez. Filmi ndjek jetën e Antoine Doniel, një djalë adoleshent që përballet me braktisjen familjare dhe shtypjen institucionale. Filmi fitoi çmimin për regjinë më të mirë në festivalin e Cannes dhe u nominua për Oscar për skenarin më të mirë origjinal. Ishte një sukses dhe sidomos në publikun që ndjek filmin në Francë dhe jashtë saj duke nisur karrierën e Truffaut me bujë ndërkombëtare. Vijojmë me të radhës The Sopranos, një serial i vitit 1999, i cili vijoi deri në vitin 2007 me regji të David Chase, një dramë revolucionare mbi një bos mafioz në krizë ekzistenciale që u bë themeli asaj që sot njihet si televizioni prestigjioz. Seriali fitoi 21 çmime Emmy dhe 5 Golden Globes, përfshirë këtu çmimin për aktorin më të mirë për James Gandolfini dhe dramën më të mirë. Buxheti për episod varionte nga 2 deri në 6 milion dollar, duke u rritur me popularitetin e serialit, ndërsa ndikimi i tij në industrinë televizive është i pakrahasueshëm dhe hapi kështu rrugën për seritë komplekse narrative që pasuan më tej. I jashtëzakonshëm The Sopranos do të vazhdojmë me një tjetër serial, Rectify 2013-2016 nga Ray McKinnon, një dramë introspektive që ndjek Daniel Holden, i cili del nga burgu pas 19 vjetësh duke pritur radhën e vdekjes, pra death row ajo quhet në anglisht. E ndërsa përpiqet të rifitojë një vend në botë. Edhe pse nuk është serial mainstream, Rectify mori vlerësime nga kritikët dhe fitoi çmime nga Peabody Awards dhe Critics' Choice Television Awards. Ishte një projekt i financuar modestisht nga Sundance TV me buxhet përmbajtur, por u vlerësua për cilësinë e jashtëzakonshme artistike dhe ritmin filozofik të rrëfimit, gjë që duket se në shumë seriale të tanishme ka humbur. Vijojmë tek i radhës Force Majeure i vitit 2014 me regji të Ruben Osland dhe më ka thënë mami mos ha me luk të trazuar. Mos ha me me luk të trazuar. Ke parasysh kur bëhet gjella? Po. Pse është thonë që nëse ha me atë lukun që gatuhet, jo mund të merret goja dhe kam që shpar që merret goja. Megjithatë do përpiqem ta çoj deri në fund pa probleme. Është një film suedez që eksploron tensionin familjar dhe burrërinë përmes një incidenti gjatë një pushimi në Alpet franceze. Filmi ka fituar çmimin e jurisë në seksionin Uncertain Regard në Cannes dhe u përzjodh si kandidati suediz për Oscar për filmin më të mirë ndërkombëtar. Me një buxhet rreth 4.5 milion dollar, filmi pati sukses të gjerë në Evropë dhe në tregjet e art house në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke çuar në një remake amerikan që ishte pikërisht Downhill i vitit 2020 dhe duke vendosur Osland në rrugën drejt palmës së artë për filmat e tij të mëvonshëm. I fundit, por jo për nga rëndësia, After Sun i vitit 2022 nga Charlotte Wells, një portret intim mbi një vajzë që përpiqet të rindërtojë kujtimet e pushimeve me të atin e saj, ndërsa përballet me ndjenja të pazgjidhura dhe dhimbje të pashprehur. Filmi fitoi çmimin për regjinë më të mirë debut në British Independent Film Awards, u nominua për Oscar për aktorin më të mirë për Paul Mescal dhe u shpall një nga filmat më të mirë të vitit nga shumë revista prestigjioze si Sight and Sound and The Guardian. Me një buxhet modest prej rreth $1 milion, filmi gjeneroi fitime solide në kinema dhe një impakt jashtëzakonshëm pati emocionalisht tek publiku dhe tek kritika që e vlerësuan mjaft. Tani do të shkojmë edhe tek librat që sugjerojmë për ju në këtë mërkur të Kinotekës, Inteligjenca Emocionale, vitit 1995 nga Daniel Goleman dhe
Genealogjia e moralit e vitit 1887 nga filozofi Friedrich Nietzsche. Unë bëj nis me inteligjencën emocionale për të treguar paksa shkurtimisht lidhur me atë se çfarë ka në përmbajtje. Ky libër është në fakt themelor në fushën e psikologjisë popullore dhe argumenton se aftësia për të kuptuar dhe menaxhuar emocionet është po aq e rëndësishme sa inteligjenca tradicionale. Goleman eksploron ndikimin e inteligjencës emocionale në suksesin personal dhe profesional duke ofruar shembuj konkret dhe kërkime shkencore që mbështesin pikërisht tezën e tij. Libri ka ndikuar në mënyrën se si individët dhe organizatat e kuptojnë rëndësinë e emocioneve në jetën e përditshme dhe ne jemi shënje që funksionojmë në bazë të emocioneve, edhe pse disa njerëz mund të përshkruhen si të ftohtë, njerëz që nuk depërton kurrë brenda tyre, ne jemi në thelb qenie emocionale dhe ato shpeshherë na udhëheqin drejt vendimeve më të rëndësishme. Dhe ne në fakt nuk jemi vetëm qenie emocionale, por jemi qenie që udhëhiqemi edhe nga vlerat morale. Pikërisht Genealogjia e moralit e Friedrich Nietzsches, një vepër jashtëzakonisht e rëndësishme e korpusit të veprave filozofike botërore, analizon origjinën dhe evolucionin e koncepteve morale në shoqëri, duke sfiduar normat tradicionale dhe duke propozuar qasje kritike ndaj moralitetit që ne e konsiderojmë të zakonshëm, pra me të cilin jemi mësuar. I sfidon Nietzsche pikërisht këto norma. Libri ofron një reflektim të thellë mbi natyrën njerëzore, vërtet shumë të thellë si reflektim, duke rezonuar me temat e vetanalizës dhe të sfidimit të konvencioneve, të cilat duan guxim intelektual së pari.